Banorët e Gurit të Zi thonë se ndërhyrja në rrjetin kullues të nisur gjatë emergjencës së 3 javë më parë kanë mbetur përgjysmë dhe nuk ofrojnë garanci që përmbytja të mos përsëritet. Ata kujtojnë se Bashkia e Shkodër duhet të kishte marrë masa për të mëhershme për ndërtimin privat mbrojtjes në lagjën Birrug në shpatin e malit, si dhe për pastrimin e kanaleve kulluese për mbrojtjen e bloqeve të banesave në zonën fushore, ku nuk mungojnë raste që familjarët kanë vënë thas me rër për të mbrojtur nga vërshimit e ujit. Gjithmonë kur bën shi ashtu prit i to mi shtëpi. Ka xhamia aty bëj xhami tash i prit aty. Aty janë rrap para mushet me torina. I ton lagja sipër, aty ka edhe me torina e gjana bllokojnë. Edhe është një pjesë pronë ditë prito, e del deri në topin aty. Ka gjithmonë probleme. E gjithmonë sa i bin shina, i to për të tani gazoni. Tu skarkush, s'ka shumë me hinsi. Kanë ardhur të ngushtu rrugën, projet, të ngushtu familjarët. S'ka shumë me hin padroma. Për me bë pastrim. Në përmet janë bllokuar. Do të pastrimi kanaleve. Unë që nuk do të më përmetëm për i projeve që nuk vend kush dorë me sistemu projet. Është një vetë fusha, pa kanalizime, pa gjë, pa kërëmi. Ava që ka fillu në i punë tonë kanë lanë për gjysë. Kërkosh se ka ba punën me unë. Shinat binë, shinat nuk kënë i presëm, nasë kërkosh. Do të me i ba pëshjot, do të me i ba para pritën, me punime. Ka përmytje saj që bjenë shi. Gjithë dimnin e egzistan ishtë. Të ba, ishtë o jetë. Ja, sa kanë kërkush, përveqiosh. Nuk interesot kush, veçën përvejdi. Sipas tyre, situata e rënduar me rreshjet e ngjashme në atë të ditëve të fundit të tetorit do të shkaktojnë dëm edhe më të mëdha nëse rrjeti kullues nuk vihet sa më shpejt të funksion. Kanalet i kanë doraj. Aja ka marrë votën për atë punë me punu. Kërkesa është me pas drejta një për kanalet kulluese. Dhe të hapen, janë të hapna për janë mbyllë për i barit e për i dhëut. Mu hape, mu ba beton si kur i banë tanë bota. Me mujtë me banë këtë pjesë. Prorën e dito, si të janë një 7 familje, si shkojnë edhe fëmijë në shkollë, e gjithmonë ka pas probleme i do. Kanë po ta thojnë duhet është investim i madh. Edhe nuk kanë fondi për momentin. Unë e kishe me thënë një herë në rrallë por që ujë vjen për i nelë, se vjen për i poshtë. Për i poshtë vjen pëtëm kur të bëhet nami drini mi fjalë, se ujë na vjen për i nelë. Me sistemu projet e rrallë por, po sistemoj projet, me shku projet në punë, vendem i hapë edhe kanalet më dhe këto, s'ka si bëhet përmytje, nuk bëhet përmytje. E nuk vuj njerëzit më ujnë për shtëpia për kur gja punë. Kanali këto, i rrugës kryesore, është i mbyllur, ata e ka mbyt bari. Ju vini për ditë edhe në përshëndet shifni, ata e ka mbyt bari. Mëngjesi 26 tetorit të gjeti Gurin e Zi të përmbytur në përmasa të jashtëzakonshme, aqsa dhe në disa segmente u bllokua dhe qarkullimi në rrugën kryesore të Vaut të Dejes, pas asaj dite banorët kërkuan veprim të shpejtë nga Bashkia e Shkodër në përgatitjen për periudhën e dimrit, por ndërhyrjet sipas tyre janë lënë përgjysmë.